Jam fermer si shumë fermerë tjerë të fshatit Marsi i Vogël. Edhe unë e kam të njëjtin problem mirë, po s'po folim këtë personalisht për veti, po për gjithë bujqët e Marsiut Vogël. Mirë po, edhe për rrëthin, ajo megjithëse jem të komunës. Tash me fol për gjitha kulturat, tash sa i përket breqeti o bon. Mirë po leqi s'ka qëmim, po është të prish në përara, të prish s'ka shqitje, s'ka kur fara, se kem tash rasin e qalqimit, leqi s'ka qëmim, pa jo është ka prishet krejt në përara. I kem specat, kem pikat grumbulluse, ka jenë fajtor pikat grumbulluse, nështë e shkon 60 cent, bjen 40 cent, 30 cent, e blokon krejt, kështu që bojsh nuk din shka qysh tek. Po unë personalisht nuk kom si përfaqe të maja, unë personalisht. Mirë po ka vllau, ka djemë të agjës, ke bashkëtarë të shohët kanë. Me shalqini kem dikun një 50-ari, po edhe me speca që ashtu cilët rrëth 50-ari, mirë po shqitja është në 8 cent, 10 cent edhe është nara e vetë, do vanë kretë, i që pa shqit, nuk ka në zgjidhës, nuk është që ta bën dikush me gisht ose shteti ose dikush ndërmer diçka që me bon fa zgjidhje. Gjysa ashtu kështu po, gjysa o medvish, bastoni u prish shalqini, u prish ajë në prara, ma nuk ka. Edhe me desht me shqita i vishi ka përfundu. Temperatura, rrezja mave, për speca tash është fillimi, edhe për speca është jem të shty në sot në nesër për punë të vjeljes. Se pikat shqitse, pikat grumbulluse jo në humbje, por problemi që keme pas vështirësi shumë vite për mësë marrë në vetimi, se tash jo, ato jem mash dhe në për shembull 70.000 euro unë e kom investu vëllava najna. S'po foli personalisht këtu. Jo, zero s'pritet zero.